Organizata humanitare Hilal, e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame, që në ditët e para të muajit Ramazan ka filluar me karavanin e përvitshëm humanitar. Këtë radhë, në bashkëpunim me Muftininë e Gostivarit, u shpërndan 300 pako me ndihma për familjet me status të rrezikuar social të regionit që mbulon Muftinia e Gostivarit. Kryetari i organizatës Hilal, Mustafa Dauti, bashkë me Muftiun e Gostivarit, Shaqir Vetahu, e udhëheqën nga afër këtë aksion në prani të mjeteve të informimit. Muftiu Vetahu e përshëndeti këtë aksion humanitar duke theksuar se kjo është një formë kujdesi ndaj të gjithë atyre që janë të sprovuar me skamje. Organizata humanitare Hilal, e cila vepron pranë Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë, ndan ndihma për të gjithë nevojtarët, skamnorët, me qëllim që sadopak të shtrojmë gëzimin e muajit të Ramazanit edhe të këto familje, sadopak të dalim në ndihmë të gjithë atyre që në këto momente vërtet përjetojnë skamjen. Ne lusim Allahun fuqiplot që kryetarit të nderuar të shoqat organizatës humanitare, si dhe të gjithë atyre të cilët kanë marrë pjesë dhe kanë donuar në organizatën humanitare, t'ju falenderojmë shumë, të shprehim respektin ton ndaj tyre dhe Allahu fuqiplot t'i shpërblej me shpërblimet e tia të pakufishme. Ndërkaq kryetari i organizatës humanitare Hilal, Mustafa Dauti, u shpreh i kënaqur që me këto pako do të jenë pjesë e 300 tryezave të iftarit, ndërsa i falenderoi të gjithë donatorët që po i përkrahin aktivitetet humanitare të kësaj organizate. Sot pra ne qëndrojmë në Gostivar, gjithsesi pranë Miftinisë së Gostivarit, që në prezencën tonë dhe në shpërndarjen e këtyre ndihmave kemi nder të veçantë që kemi edhe Miftiun e Gostivarit, Shaqir Efendi Vetahun, me gjithë operativën e tij, ku do të bëjmë shpërndarjen e 300 pakove, që do të thotë diku afër 9 ton ndihma. Shpërndarjen Miftinia e ka parapaqë aty pra ku është vendi dhe ku është më së nevojshme që të bëhet shpërndarja e këtyre ndihmave, gjithmonë duke treguar një transparencë të veçantë dhe një përgjegjësi e cila pra me korrektësi të madhe edhe në të kaluarën, po edhe më tani që të dedikohen ndihmat aty pra dhe ku duhen. Këto ndihma u ndan në për këshillat e xhamive të Gostivarit, të cilat në Muftininë e Gostivarit kanë drejtuar listat me familje që kanë më tepër nevojë për ndihma. Nga Bashkia Fetare Islame bëjnë të ditur se do të vazhdojnë me aksionet humanitare dhe se gjatë muajit të bekuar të Ramazanit çdo ditë do të jenë në terren duke shpërndar pako për të gjithë ata që kanë nevojë.